cili është elementi bazë i kësaj kushtetute, ndryshme nga kushtetutat e mëparshme, se ne dim që Washingtoni, presidenti Washington, pas 2 zgjedhjeve të para, e la pushtetin edhe shkoi në fermën e vet të merrej me librat e me shkrimet e veta, ndryshe nga çdo pushtetar tjetër i kohës. Po, presidenti i parë, Washington, vërtet ati ju sugjerua që të bëhej mbret, mbasi që e larguan nga Britaninë e Madhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ai tha ne kemi pas mbretin, po duhem një sistem tjetër. Pra Amerika donte një sistem që do shërbente njerëzve, një sistem që do të ketë lirit për njerëzit, një sistem ku njerëzit do të mund të ecin përpara ekonomikisht. Dhe mendoj se ekonomia, ajo baza e shëndosh ekonomike që është vu këtij vendit, është ajo që e mban Amerikën të fortë dhe ban Amerikën së bashku. Se nuk ka vend që është ma i mbushur me njerëz me kultura të ndryshme si Amerika, por ekonomia e fortë është baza e çdo gjaje, ajo është ai magneti që mban Amerikën të bashkuar dhe të fortë. Po ekonomia e fortë bazohet edhe mbi demokracinë dhe mbi rregullin, mbi ligjet. Kushtetuta amerikane është një nga kushtetutat të cilat edhe sot e kësaj dite ruan vlerën e saj, pak ndryshime, pak amendamente shtesë ka. Si është e mundur që kaq pas 250 vjetësh kjo kushtetutë i qëndron kohës? Po. Kushtetuta amerikane, këta founding fathers, baballarët e Amerikës, po ashtu janë mundu ta bëjnë sa ma moderne, sa ma të mirë, sa ma të qëndrueshme. Ata me siguri që kanë bërë hulumtime të jashtëzakonshme, qysh të grekët e vjetër e këndej për të ardhur në përfundim se si do ta bëjnë kushtetutën. Me ato checks and balances, me Kongresin, presidentin, judicial branch, me sistemin e gjyqeve, ata kanë kriju një sistem që kontrollon njëri tjetrin dhe askush nuk bëhet tepër i fuqishëm. Pra për ta ndalur tiraninë, këta e kanë bërë një sistem të jashtëzakonshëm. Në vend më re, edhe sot e kësaj dite, gjykata kushtetuese ndalon edhe vendimet presidentit Trump, ose miraton ato që i duken që janë përputhje me kushtetutën, pra check and balances, kontrolli dhe ruajtja e parashpeshimit është themeli bazë i kushtetutës amerikane, dhe kjo e bën Amerikën më të fuqishme dhe ekonomikisht, siç thatë ju. Thënia që ligji është mbi të gjitha, është shumë e vërtetë në Amerikë, edhe kjo ka të bëjë edhe me presidentin. Asaj, megjithëse i ngreh ligjet nga pak, është munduar këto, sidomos këtë kohën e fundit, këtë termin e dytë që është president edhe Supreme Court, gjyqi suprem, e favorizojnë shumë presidentin Trump, por megjithatë, kur vjen puna te ligji, ata e bajnë atë të duhur. Kjo është e mira e Amerikës, kjo është që mban Amerikën, që e pyetja që e bën më herët. Kjo është që mban Amerikën të fortë, ekonominë e fortë e krejt ato, sepse ligji është sundimi kryesor. Ti kthehemi realitetit, po marrim një fakt. Presidenti Trump është kundër marrjes në shtetësisë amerikane në momentin e lindjes. Gjë që shkruhet edhe në amendamentet e kushtetutës. Gjykata e lartë, jo më shumë se sa 2-3 javë përpara, e hodhi poshtë kërkesën e zotit Trump për të anulluar këtë deklaratë të tij për të ndaluar njerëzit që kanë lindur në Amerikë, edhe pse janë me prindër me çështje migracionit paligjshme, që të bëhen shtetas amerikan. Ky vendim i gjyqit suprem ka qenë shumë i rëndësishëm për ne si emigrant. Po edhe një tjetër që ka qenë para pak kohe, për tarifat, për taksat që vehen në produkte që vinë për shteteve tjera, edhe aty gjyqi suprem e qiti të pavlefshme ato tarifat e Trump, sepse nuk është puna e presidentit. Ky ka hyrë në shumë gjëra që nuk i takojnë atina,
dhe gjyqi, ajo checks and balances, e ndalën. Për këtë po theme, po kjo checks and balancing u krijua me krijimin e Kushtetutës Amerikane, me atë që nga Jeffersoni, James Madison dhe Washingtoni me termin qeverie kufizuar, limited government. Po, këta founding fathers, këta kanë bërë një punë shumë të mirë, duke studiuar mendimtarët, filozofët evropian, ai Clemensku, ka qenë ai që ka pas bën hulumtimin këtë punën dhe ka pas idenë për këto checks and balances, dhe këta e marrën nga ai, apo John Locke, një tjetër filozof evropian, dhe shifet se këta mundu të bajnë më të mirën e mundur për shtetin e Amerikës. Dhe ja kanë qëllua. Një ide është koncepti i lirisë. Liria i takon individit, ajo është e dhënë prej Zotit. Dhe ky koncept mbështetet gjithë Kushtetuta Amerikane apo jo? Absolutisht. Pse mendoni që dhe thuhet që Republika e Shtetit Bashkuara si tip republike është një republike veçantë, nuk ekziston edhe në shtetet tjera që janë republikane në Evropë ose në botë? Unë mendoj se kushtetuta që ka Amerika e bën pak të veçantë. Mënyra se si Kongresi zgjedhet nga njerëzit, por atëherë Kongresi i ban ligjet, pra nuk është demokraci e pastër, por është demokraci kushtetuese dhe ajo e ban sistemin shumë më efektiv. Po, një element tjetër është ndarja e shteteve. Dhënia e elementeve juridik ose konstitucional shteteve të ndryshme, që i ban ligjet e Michiganit ndryshe nga ligji i Ohio's, për shembull. Dhe kjo krijon larmi mendimesh dhe veprimesh, po që e ndalon qeverin ose zgjedhjet mirëmbahen qeverisë nga institucionet lokale të shtetit, jo nga qeveria e përgjithshme. Pra, ka një hap shtesë demokracie, thoya unë. Fuqia është ndarë mes shtetit federal dhe shteteve, por kuptohet se ai federali është central government është më i fuqishëm, por shumë nga të drejtat i kanë edhe shtetet, 50 shtetet e Amerikës. Të vim në historinë e kohëve më të vona, po e përtëra këtë hyrje për të krijuar dhe për t'ju shpjeguar shikuesve ka veçori demokracia amerikane, çka e bën këtë lloj demokracie më të fuqishme, më të qëndrueshme nga çdo vend tjetër, sepse ruan atë që tham balancat midis pushtetit të zgjedhur, pushtetit legjislativ, ekzekutiv edhe juridik, çka e bën që Amerika të ruaj parimin e lirisë për tek çdo individ, sepse liria, thot në kushtetutë, është dhënë nga Zoti. Por të kthehemi më vonë, të kthehemi tek fillimi, sikurse vijuam tek raportet me shqiptarët e diasporës sa so kohë dhe presidentit Wilson. Si kanë evoluar, si kanë vijuar marrëdhëniet shqiptaro-amerikane duke filluar nga fillimi, le të themi nga vitet 1912 deri në ditët e sotme. Shqipëria ka pas marrëdhënie të mira me Amerikën, po jo edhe aq ekstensive. Mendoj se në bazë të asaj që kam parë, unë nuk ka qenë diçka aq e madhe, marrëdhënie shumë të thella, edhe largësia, distanca, edhe diferenca. Shqipëria një shtet i vogël, Amerika një shtet gjigant, e kanë bën vetën. Mas ardhjes së komunizmit në Shqipëri, veç ato marrëdhënies, çka do që kanë kenë janë ngrirë për 45 vite, deri në vitin 1990, kur Ramiz Alia vjen dhe mundohet prapë të krijojë lidhje me Shtetet Bashkuara. Mendoj se ajo ardhe e tij këtu ka nisë edhe ndryshimet në Shqipëri, megjithëse kishin nisë ndryshime në lindjen e Evropën komuniste, por ajo ardhja këtu dhe Ramiz Alia e kam gjetë një pjesë aty kur ai
flet shumë për Kosovën, kërkon për Kosovën, donë që Amerika të baj për Kosovën, por autoritetet amerikane i thonë, po mirë Kosovën, po njerëzit tu, si i ke në Shqipëri. Dhe i bahet një presion nga Shtetet Bashkuara që të mbajnë ndryshime në Shqipëri. Dhe ai me kthimin e tij atje fillon reforma të ngadalshme, por fillon disa reforma në Shqipëri. Mbas andej mendoj me ramjen e komunizmit në Shqipëri, marrëdhëniet veç kanë ardhur duke u rrit, duke u përmirësua, dhe Amerika ka kënë shpresa kryesore për Shqipërinë, për zhvillimin e saj, avancimin, mbrojtjen tjera e tjera, dhe mendoj që marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Shtetit Bashkuara kur s'kan kënë më të mira se në këto dekadat e fundit. Keni shumë të drejtë, po është interesante një faktor. Megjithëse sistemi komunist e akuzonte Amerikën si gjandari i botës e tjerë me radhë, në dokumentat amerikane, unë kam gjetur fakte që në periudhën e prishjes me sovjetikët, Amerikanët kërkonin një farë ndërhyrje, madje kishin pritur ish ambasadorin në OKB Behar Shtylla për të krijuar një mënyrë për të lidhur me Shqipërinë, edhe pse ishte komuniste. Pra tregon një fakt që e kam gjetur në arkivat amerikane, që Shtetet e Bashkuara, pavarësisht se e quonin si puna e Kubës larg ashtu, po aq më tepër Shqipëria prapë se prapë kishin interesa jo politike apo ekonomike, se Shqipëria ishte e vockët, por përsëri kërkonin ta shkëpusnin nga gjiri i grupimit të vendeve socialiste të lindjes. Kjo ka qenë shumë normale, kuptohet se Amerika ka pas një luftë vazhdueshme, luftën e ftoftë me Bashkimin Sovjetik, dhe është munduar në çdo mënyrë që të çkapë ndonjë copë nga ana komuniste, dhe për fat ton ata janë munduar, por fat ishte kënë fati edhe do të kishin pas sukses, se Shqipëria nuk ka pas vend me slavët, me armiqët shekullor, ruso-slav, dhe ai ka kënë fati më i keq i Shqipërisë për ato 45 vite me mbet nën komunizëm, nën paktin e lindjes, dhe të mbetet ashtu në një zhvillim të dobët, sepse Shqipëria krejt do të ishte tjetër se kur të kishte pas fat me kënë me perëndimin.